Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje. Jeni me mua Geraldinën, jeni me emisionin Maja Gjuhës dhe unë sa herë flitet diçka për artin, sa herë flitet për ndonjë ekspozit të mirë, gjithmonë Maja Gjuhës e kam një mik fantastik timin, edhe thom ku m'ka thirr në ekspozitë dhe s'kom shku. M'ka thirr në ekspozitë dhe kom harru. M'ka thirr në ekspozitë dhe isha, m'ka thirr në ekspozitë dhe sa bukur ishte. Do të thotë sa herë që ndodh diçka e bukur rreth artit, mu gjithsesi në Maja Gjuhës e kam Gazmend Ejupin. Gazi, mirë se erdhe në emisionin. Gjeri, faleminderit. U knoqa të lu me qevar për ndryshe. Apo? Bënesha që kena me shty alo gjirimin se u knoqa me të dy rrit. Ti jap gjashtit me veti. Shumë rregull jena, kena qef me ditën e pas qet. Për ndryshe Gazin e kam edhe mik shumë të mirë, njihemi shumë të mirë, edhe jemi vendas, po nuk e kemi ditë që jemi vendas. Jo, qashtë është. Nuk jena njoft atëherë. Mirë, po tani njihemi për ta njohur edhe ju më mirë Gazmend Ejupin, ta ndjekim dokumentarin të cilin e ka përgatitur Ben Apolloni. Gazmend Ejupi është një nga figurat më të rëndësishme të artit bashkohor në Kosovë. I lindur në Prishtinë në vitin 1973, a i përket brezit të artistëve që kanë sjellë një frymë të re në artin pamor shqiptar, një ndërthurje mes traditës dhe mediave moderne digjitale. Pas studimeve të tij jashtë vendit, përfshirë edhe në Londër, ai zhvilloi një gjuhë artistike që kombinon pikturën, instalacionin dhe artin digjital. Puna e tij shpesh eksploron raportin mes hapësirës, kujtesës dhe identitetit, duke u bërë një urë mes eksperiencës lokale dhe universale. Prej shumë vitesh, Gazmendi është i angazhuar si pedagog dhe udhëheqës i programit Art and Digital Media në UBT në Prishtinë. Në këtë rol, ai ka kontribuar në formimin e brezit të ri të artistëve, duke u dhënë atyre njohuritë, guximin dhe vizionin për të krijuar art që komunikon me kohën. Në karrierën e tij, Gazmendi ka marrë pjesë në shumë ekspozita ndërkombëtare, ku ka përfaqësuar Kosovën me dinjitet dhe profesionalizëm. Ai është i njohur për projektet që trajtojnë konceptin e hapësirës si përvojë njerëzore dhe kulturore, si në punimin e tij Space Matters, ku arti dhe teknologjia ndërthuren në mënyrë poetike. Gazmend Ejupi është artist, është vizionar që e sheh artin si një formë komunikimi ndërkulturor, si një mënyrë për të reflektuar mbi botën ku jetojmë dhe për të ndërtuar horizonte të reja krijuese. Në Kosovë, ai mbetet një zë i rëndësishëm në formësimin e identitetit artistik modern dhe një pikë referimi për gjeneratat e reja të artistëve dhe studiuesve të artit. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për një artist që te i kalon kufit kombëtar, për vizionare, pedagog që sheh për te kohës në të cilën jeton, Gazmend Ejupin të gjithë e kanë në Majët Gjuhës. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Gazi, e pam dokumentarin, edhe për me të njoft publiku pak më thellë, pak më mirë, po fillojmë prej rënjës, prej Vushtrisë. Prej Vushtrisë. Ke lind në Vushtri. Ti ke lind Vuçetër, edhe unë kom lind Vuçetër. Qashtu i thuj në Alo, po. Po, në Alo i thuj. Po na kundërshta, po qashtu na kamet, po. Po, mirë po tash, me tren duesh me shkru Vushtri. Me tren, po. Po, me tren. Ti me të vjetrën, ke lind në atë qytet të bukur. Po, qashtu është. Ke jetu deri 7 vjeç, 8 vjeç? Qashtu diçka, po, unë e ma shumë moj men Vushtrin, se era e furrës, ajo kultura e qytetit që ka qenë në Ajo Bukaru Mollak. Po, kinemaja, mandej prenda kanë qume bo fotografi, u vesh shumë, u ndreq shumë, me këna pas një farë ceremonie, ku në kulturë veti. Të Nesimi, Spahiu. E qëta që kom njëftu frek si vetë shu e kom pa. Qërë zotnia është shumë, taj. edhe shumë kom e morin për vërshesht, dhe pse im do është morë shumë të vogël. Mandej 80-81, i marrë në Prishtinë, kemi pas banesën në Ulpian C4. Në Ulpian? Po. Ato banesat, në banes dy dhomshe. Qase, po. Po, banesat. Edhe më kujtohet vllaura me Tlia, mentori, demonstratat të nishit. Po, Marsi. Po, edhe... Marsi Prilli. Marsi Prilli, edhe më patë marrë në demonstrata. Edhe për ta pasin partner ka Puma, të get me në vitë barë.
të menu që do na me jetë shpejt, me nga shpejt, dhe do na më vesh me në trenirka. Që ashtu vlla ma pa të shiti den, fëmijëm konë. Edhe kur nuk harroj kausin e Prishtinës, e qaj ndryshimi për vështres, më orë në demonstrat, si fëmijë, është ka qenë një farë sfide interesante. Edhe si e ndje? A je frigu si fëmijë? Jo, se s'kena ditë. Kemi minu, unë i kom thonë prëndve, por rejnë policia me student. Qatë e kom pas qatë farë në gjenjen. Mandej shkollë, kom qenë Hasan Prishtinë, mandej kemi dalë në Dardani, që kom pas shumë probleme me shkollë, se s'm ka pëlqy kur. Se s'ka pëlqy? Se kom kuptu konceptin e disiplinës, s'ku mujtë me qenë disiplinum. Gjithë ke qenë shërë? Si më konë shërë, po si më pajtu me senet që ne kanë mësu. A e nëzë me thonë që është keq. Po reagimet ju më konë tani pak ma brutale, ka një herë për mësusës. Ja, të ka reja? Si konë e rejene, po konë e fa reagimi fizik. Pa, po të vjen keq me thonë ka rej? Po dhe po zbëm tash atë se mas edhe vetë ligjere, tash i vjen pak pa lidhe, po. Më kujtohet shkolla Hasan Prishtina shumë mirë, më kujtohet klasat më kujtohen shumë mirë, robori më kujtohet shumë mirë, konë ekstrem disiplinë. Mirë, atë ka rej mësusja në Hasan Prishtina në Dardani? Hasan Prishtina. A në Hasan Prishtina. E Dardani e mandej kur dollëm në Dardani, se tash prind panesën të posta e madhe. Dardania ka një farë shok në sistem, se shumë disiplinë, shumë zhurëm, shumë zanca, edhe mandej qaja ngarkesa e në shkollë, që ka shumë probleme. Plus i ra bukës kërkaz vike, i ra që bapa ka ardhë. As që bapa, bërë, s'ka pas, për di qysh, për di, shumë më konë industriale shkollime, së konë të shka sofistikume, së konë unike, së konë vështre që shkonë. Në vështre, a ke pas ti, a ke shku ndonjëherë në shkollë? Apo direkt ke... Direkt në narë në Prishtinë, mirë po vizitat masanaj në vështre në konë shumë vogla, s'kemi shku shpesh. Shkurta, po. Edhe tash për vizitoj, mas ju në këthyp që 7 vjetë për Anglizë, për vizitoj ka njerë se kena dhe të punat jenë vështre në projektet vogla, ka ndryshu dramatike, aja vëllumi betonit në shesh, është kalaja, ka ndryshu shumë, nuk është, a s'po pritet me mësë me ndryshu, mi po një identitet duhet më rujtë, pa ma parasysh çka çfarë projektet madhore, ose çfarë kërkesa ka. Se është një nënshkrimi ati qytetit vështres. Sidomos si qyteti, njëri prej qyteteve më të vjetra shqiptare. Vështreja është gjithmonë për mu, me moret shumë ma në men vështrin, se sa Prishtinën për të dhejtave. Mirë, deri në cilin vit ke jetu në Prishtinë? 98-99 kemi shku në Angli, në Londër me ditën. Dhe me thamë 81-shin ke dalë në Prishtinë. Demonstrata. Dhe me thamë një 18 vjetë, 17 vjetë ke jetu në Prishtinë. Mirë po e manë mend vështrinë dhe jo Prishtinë. Pse nuk të kalon për shtypje Prishtina? A nuk e ke dasht Prishtinën në qka punë? Prishtinën nuk është që e dënë e se dënë. Po e duran? E duran. Nuk është s'ka dashnim Prishtinë. Kur se kun po që është. Pse është qytet, normal, s'unë pas asë shumë emocion. Edhe pse nashta kena jetu në lagjën në Ulpjana, një më të vjetrave, ka një komunitet shumë i mirë. Edhe ka qenë lagje e mirë? Po, ka qenë lagje e mirë. Edhe ta vetëm Ulpjana nuk ka ndryshuar shumë me infrastrukturë. Pa te ka parkun, i ka atë rrethin, soliterat janë renovu. E ka një farë, çfarë po di? Shmeku të vjetër. Qa është diçka, po nuk është që kum pas diçka shumë i lidhur me Prishtinën. Pse mendon? Pse është e ftohtë Prishtina, apo pse aq shumë e ke dashur vështrinë dhe s'ke mujt masaj me transferu? Unë e kum lyp shumë për Prishtinës nashta. Edhe që tash hala lypi shumë për Prishtinës, lypi sanet bazike. Cilat janë ato? Mos më gjubër logo pikeret në një. A, po. Që është sanet bazik. Dhe me kultura bazike është kërkajq. Unë na jetojnë atë në rrugën Marrën Fejza, me laqe krejt. Edhe buk falisht si të qilë derën, bosht nërvaz pa e njës ditës. Ta është pedina që farit e dinamike kena, 24 orë jena full, se na nuk e kena punën
me kartel, na jena 24 orë në punë, nuk mujna me nda punën për jetës private. Absolutisht. Edhe ato ditë që thojnë nas po bujna kur që s'ki shanca, mëse po kur që është pa mundër. Që unë e kun qef, knashtë nëse është kun qef me punu, ama që aja shput hanë që kry qytet, po, mirë, po, ka ndryshuar shumë Prishtina. Unë e mendoj që edhe para pandemis ka pas jetë ma shumë Prishtinë, ka pas shumë gjallëni, po mas pandemisë si krejt kry qytetet e majnë e përbot, kam pësu shumë në anën sociale. Sidomos kena artit është për momentin jena qendër vëmendjes, që ka shumë potencial, edhe me infrastrukturë është shumë mirë, edhe ka me qenë edhe ma mirë. Mirë po në besoj që Prishtina duhet me pas një qasje që i mi afru qytetet tjera. Mi përqafu ma shumë. Sa me shkon në qendër vëmendjes veç Prishtinë, si kry qytet. Po, si zojë randë. Të lutem. Kështu që do të me pas Prishtina një qasje pak ma praktike edhe për qytetet tjera, komunat e tjera. Si për shembull, çka duhet Prishtina me bë? Prishtina për infrastrukturë të kulturës, hapësinave, studiove, ateljeve, nuk mundesh me ditë kur ku është talenti. Mi po nëse ja mundësi në krejtve, atëherë talenti del vetë. Që kjo është një mungesë shumë e madhe. Edhe pse është të punu shumë deri që tash. Për shumë këtë projektin e fundit që jam ftu në prej drejtorisë së kulturës si Velhalimit me kuru bunkerat në Urpian. Është një opcion ekstrem i mirë për artistat e ri, po është i dizajnuar, është i kuruar në asnjë mënyrë për industrinë kreative, që nuk është veç artet vizuale. Janë arkitektat, janë dizajnerat e modës, muzikës, teatrit, filmit. Njëna për hapësinave është shndru në rezidencë, që në 4 hapësina ndame, të cilat i mundësën industrisë kreative, sidomos trive, me pënu 3 muaj ditë, çka do që të përdojnë 3 muaj ditë, e kanë hapësinën tjetër, Gallery Space, po. Opcion super, fenomenal. Mandej konceptet e tjera që duhet më apliku në industrinë kreative është teknologjia pedina që ka fitu, nuk mujna me AI, nuk u krye punë. AI ka me dominu edhe është të dominu. Na jena shumë vonë me AI, çka është të ndodhë këtë botën. Edhe sistemi edukimit më lidhë në industrinë kreative është esenciale, që nuk bëm për ta. Su me thonë, për kryrë fakultet edhe s'ki qasim në shku, normal. Prishtina tjetër sen që është potenciali më i madh, janë qytetet e tjera, komunat e tjera, të cilat e kanë një gjenerat të re, të cilat kanë potencial shumë të madh. Kanë ideja, kanë kreativitet, kanë kulturën e punës më të zhvilluar. Atëherë është Prishtina duhet më shërbëj çato, mi akomodu komunat e tjera, po jo me kon e izoluar. Ose është kryeqendër. Kryeqendër, po. Edhe ka galeri ma shumë, edhe ka hapësira ma shumë, edhe ka mundësi ma shumë. Plus përmendim edhe universitetet të cilat i kanë degët e veçanta për artë dhe sidomos edhe për këto mediat edhe për komunikime, për të gjitha. Mirë, po kthehem përsëri te fëmijëria jote. Çka e ka determinu rrugtimin tënd? Si piktor, tash je profesor, je kurator, edhe pozicionin e dekanit e ke, po kjo ka ardhur tash këto vitet e fundit. Por, çka e ka determinu rrugtimin tënd që të jesh në art, në artin e bukur, në artin e... Baba ka studiu në shkollën profesionale në Pej, shkollën e artit. Shumë aty. Edhe përshka kushteve ekonomike e ka lënë. Baba ka qenë shumë vizatues i mirë. Edhe ndaj në rrit me skicimin e që ka pas. Po se edhe Toroja, edhe mentori ka qenë po ashtu, piktor fantastik. Me mentorin, vlau ka qenë artist fenomenal, o konë shumë ekspresiv. Edhe një më rrit me qatë me punimet e Toros, me libra që bike për Slovenis, për Kroacis, për Gjermanis, edhe shumicën e libra që unë kuptu heq, se ka qenë arti modern, instalacionet që në atë kohën, që ka komenu instalacion, 2 tele, që ka është kjo, po dhe se na kena mësuon, më do bukër, piktur, u kry në regullje. Një goblen që aty me një femën ty qinis. S'ka pas mendim kritik. Edhe që ato praktikat, ma ndaj në regjistru në Akademi të Arteve,
drejtimin e grafikës, printimin e du shumë, jam shumë i lidh me printim, sa dhe kom punu vetë në Kosovë, sa kom qenë me sito shtyp, edhe kam lidhshmi shumë të madhe me printimin, edhe hala aplikoj çdo projekt që bëhet vizualizimi ka në printimin e kam primare, se duhet mu apliku printimi, pa ma parasysh teknologjia që përndryshojnë shumë shpejt. Puna e artit ka lind përmes babës edhe vllat, që ashtu kum fillu. Që më rritë qatë Edhe çka të kanë thënë ata kur je orientu edhe ti në art? Baba s'ka qenë shumë për krahas, mentori shumë, po mandej gjatë viteve kur dola në Angli, kena pas shumë debate me vllain. Kjo s'më pëlqen, e kom kritiku shumë punime, se s'm ka pëlqy punimet e tina. Po mandej filloj kritika me kohën e suksesshme, se pa të kenë konstruktive. Edhe fillu me punu bashkë me idejat e punimeve, edhe andaj fillu me kalu ma mirë pak. E zbutëm pak debatet. Po mirë, me rëndësi keni pas debatet për krijimtari konstruktive, jo debate... Ja, unë kom mësu shumë për mentorit. Ka jetu në Gjermani një kohë gjatë, edhe Hamburgu është një për qytete që du shumë në. 20 vite më shku në Hamburg. Ka një infrastrukturë të kulturës, anës komerciale, akademike, të industrisë. Edhe Hamburgu është një për qyteteve cilat nuk toleron jo disiplinë. Edhe mund ka pëlqy shumë aja, se të mos ka ana galerie komerciale, në mënyrën që kanë punu me artist, me kurator. Edhe konë shambull, edhe me disë kom prit me shku në Hamburg. Edhe mentori gjithmonë jena shku bashkë në galeria në përhapje. Ka pas kohë që u dofsha me rezervu biletën, shamë 2 herë në vit, shku mi pa punimin, mi pa galerijat. Edhe e kena pas një network ka gjatë të mirë, edhe lakëm me Hamburgun për shaktarës. Mirë, sa të mungon Toroja, se Toroja ndroi jetë para 2 vitesh. Nuk hjeket aja, mentorin e kom pas shok, përve si kom pas vlla. Ne kena pas, përdin, mentori ka qenë kuzhineri atashëm. Ju kom pas të dyve në emision, para një 10 vitesh më duket. Qashtu diçka, po. Kena pas mëngjesin, se unë në qona herët gjithë, edhe e është herët, dhe kena pas mëngjesin me full për ushqim. Kena pas kështu pit hanës dhe ndilën. Automatikisht kena full për ushqim për kërgjit. Edhe tonë kohën ju më këshilu shumë për ushqim për tina, në ku mgu shumë. Edhe tonë kohën kena full për ushqim, për kuzhiniera, për qka mujna me bo në Kosovë me ushqim, qka afron në Kosovë. Edhe mentori është mëgjes shumë e madhe. Sa të mungojnë debatet me te për artin? Sidomos që tash. Sidomos që tash jenë të sene që po më vynë më këshillu me ta. E po mungojnë shumë. A kishe pas qef me pas Torën në këto ekspozitat që po i bën apo po i kuron, edhe me pas mendimin e ti kritik, sa herë që hapet një ekspozit që ti e ke kuru, a kishe pas qef mi pas qitu dikon? Sidomos kur kemi fillu me Reporting House, me Jeta Gjarën, mentori ka qenë shumë aktiv në politikë edhe para luftës edhe mas luftës. Mentori ka qenë si një pit parë në studentave, cili ka marrë iniciativë për proteste, për përkraje. Ka punu shumë me Qif Mulliqin. Edhe kur fillu me punu për ekspozit, për Reporting House, e ka një farëndjenë që dusha me thirë me vetë. Qika ka qenë që një për momentave, sidomos kur filloha me Ulpian, të shumë bon gati një vetë e gjysë, se në arrit Ulpian, mentori konë shumë i lidhë me Ulpianën. Shëshnjën e ka pas që të krejtë, edhe që qëtojnë të momenta që po këthejnë në Rafa, po është, s'moj asë me përshkru. Shtirë. është e ranë. Mirë, Gaz, ti u ktheve, ti jetove një kohë të gjatë në Londër. Edhe në Londër, me gjitha atë jetohet mirë. Është një shtet komplet tjetër, është një botë komplet tjetër, një koncept tjetër. Çka të shtyri me u kthy? Sa vite jetove ti në Londër? 21. Çka të shtyri me u kthy? Unë se kam shumë problem me lëvizë. A që tash me shku diku nuk kam asë emocione, wow, mungan. Jo, se mungan, se vazhdoj, jeta vazhdan. Na duhet me adaptu ku është puna. Na shkojna ku është puna. Unë qashtu mendoj, s'pako.
Dita filloj me ligjëru në BT ke angazhume, si guest lecture. Edhe mandej fillo o taku me rektorin Edmund Hajrizin në Londër dhe mu këty me ligjëru, me bo një fakultet artit. Edhe vendosëm mrena 6-7 muja dhe u këthym. Që shpejt kena vendosë. Kur jeni kthy, çka të ka pengu mas pari? Kur gjuheq? Nuk të ka pengu as bërlogua? Jo, se në konë në vrull të punës. Edhe 20 Edhe vite se ke pa? S'kum pa kur gjuheq, po falesht. Edhe në konë shumë i knaqën që mu ka besu pozita mu marë me ligjëre mas pare. Se është një farë besime, kemi pas punë me studenta. Është një farë marifete ato që... Po, pa tjetër. Mandej edhe eksperienca jeme, edhe rektori tha me qenë një fakultet. Edhe fillu me qenë fakultetin Artit dhe Media Digitale. 2019 e kemi akreditu. Ta shkallon gati 7 vite, 53, po 7-8. Edhe fillu me fakultet. Mas një vit u akreditu. Unë e di, në atë kohë ke qenë shumë i zanun, Po. kur dojshim me pi kafe, sot e caktojshim për 6 muj me vonë. Edhe qashtu, mandej fillun edhe punët e tjera me ardhë, ama arsyeja ka qenë është me ligjëru në BT. Edukimi. Shumë bukur. Tani je dekan aty. Jam prodekan i fakultetit. Prodekan, Po. okej. Si prodekan, çka po mundohesh me sjell të re? Se dekani, prodekani zakonisht duhet me bo projekte. Qashtu është, po. Duhet me menaxhu qatë pjesë. Në art nuk ka diçka të re, si ketë ju mbo. Bukfalisht. Çka do që mënosh me bo, e ka bo dikush vitet 60. Per i definojnë a idenë. Okej, Po, cilën? mendimi kritik, koncepti, hulumtimi, shfrytëzimi materialeve, kurimi, prodhimi, kontakti me komunitet, më në fond realizimi ekspozita që është esencial. Edhe gjithmonë është një pyetje çka do më shikuesve, pse ke bo, pse ke marru. Na punoj me studenta për vitit parë për hulumtim që është shumë e rëndësishme, se pa hulumtim je si përfaqësor. Sa do ideja mund me qenë mirë as gati 1 minutë. Po në që se ka hulumtim atë shpjegimi është më i fuqishëm, normal, se ka një bazë. Absolutisht, po. Inkuadrojmë studentat shumë në industri që nga viti 2, edhe gjatë procesit të aplikimit për akreditim të programit të ri, kemi shti një lanë tjetër mësafir nga industria, cila është një lanë dhe dizajnume që thirëm njës për industrisë edhe me janë zjetën, me marë sa ma shumë informata studentat, që me ditë qysh funksionon industria. Mandej është edhe një lanë tjetër është studia, praktika në studio, projekte individual, që dhe më thonë, i kalëzojna qysh me bo pare, bukfalisht, qysh me aplikum projekte. Shumë bukur. Dhe Do ta kjo është e mirë. Po që kjo është sen i ri edhe po funksionon. Edhe futet në pjesën e artit, se edhe art është. Po, pa tjetër. Art është edhe me ditë me Qashtë është. shit punën tënde. Tjetër sen që është shumë e rëndësi është edhe në publikimi angazhojmë shumë studentat. është shumë esenciale. I marrëm studentat dhe në projektet tona që kena. Ta është njëri për studentat që ka qenë, unë është pjesë e ekspozitës Reportin House, që është pjesë një për artizë matë më në botë që është pjesë atë me një punin të vetin, Bullet Jakupi. Edhe unë besoj që gjëratat e reja duhet me pas një përkrahje të ignorancës. Prind nuk duhet me akomodu problemin. Nuk duhet me shpërbly dështimin. Që se ka marrë 5, e ka marrë me merit 5, po mos i blej telefon 3, që ka marrë 5. Jetë mos janë zi, po është i farë... Funit për veten po e merr. Për veten e ka. Edhe në gjithë thëmë, edhe prapë thëmë, kur të kryet shkolla mesme, në ushtri 1 vjet. Pra, disiplinë. Sa të është në ushtri 1 vjet, shkolla profesionale me qenë në ushtri, që me marë një zanat. S'ka lidhje çka është. A është skrim kreativ, a është hulumtim, çka do të është. Kur të kryet çaj vet i ushtrisë, ndryshojnë sanat shumë për të mirë. Tash e kena një farë comfort zone e cila nuk ka benefit. A din si thonë, në rast se don me pas sukses në jetë, duhet të çohesh në mëngjes dhe ta rregullosh fillimisht shtratin tënd. Dhe ajo Kultura bazike. Kultura bazike dhe ajo tregon për një disiplinë edhe për një fillim të disiplinimit. Qartë është. Ti a e ki kryu ushtrin? Jo. Kush të ka mësu mi ndreq krevetin?
Nana. Edhe? Edhe unë kom punu për që kom pas 16-17 vjeç, gjithmonë kom pas që me koni pavarën. Edhe unë koni pavarën. Punë e kom tash gjithë, kom shku në fakultet, kom punu. Çka ke punu? Cila ka qenë puna jote? Si të shtëp. Kom printu. Në shku e kom marrë zanatin të Kashman Ramizi, atelin e ka pas të pazare të RTK-ja. Po. Edhe shkova shegërt i këna thonë për para. Me marrë zanatin 6 muj det. Edhe kom pas 20 euro në mujt. Rrogën, po. Edhe shova zanatin, si të shtypër shumë zanati mirë. Edhe fillova me 20 marka ndoshta. 20 marka në mujt. Mujt, po. Edhe fillova me mësu zanatin, interesant, pëlqeke, nuk ka limit si të shtypësh. Buk falit që ka të bërë mjenë, që është trafsh, shtypët. Edhe fillova me punu, bona i pavarën, tani kom pas një atelier të emën brejt dilit që kom pikturu për shka fakultetit, në shpesë një shumë gati kur, ashtave sa të gjumë që kom bo dhe kom dalë. Edhe është një munges të gjenatat e reja që kjo, një farë rebelizmi më qeni pavarë, jo rebelizmi më konë problem, po më qeni pavarë. Po. Me majtë vetën. Po, kur ti e pavarën, përgjithësia jo të respektuat ma shumë, se je pavarën. Fakultetin me pagu vetë, me punu natën, me shku punë fakultet. Edhe ja din kimetin. Ja din, normal. Po tash është një farë, nuk është veç të nash këtë botën, për shak teknologjisë. Këtë pelën fajnë teknologjisë, por nuk besoj që është teknologjia. Është e individi. Po, shumë thjesht. Unë ty të kam njoft fillimisht si piktor, edhe më ka pas pëlqy sidomos portreti i nanës që e ke pas ba. Është një piktur fantastike, monumentale e jotja. Mirë po, kove të fundit, unë ty të shoh të orientum ka filmi, dhe me thonë ka pjesa digitale. Nuk e di a je ty punu në vetmin e ateles, në piktur ende, apo je orientu komplet dika tjetër? Nuk është që kum lo nana, është që për momentin të lumtu që më të produkërgjë, po fokusin e kam në kurim. Kena projekte këqat maja që po merë shumë kohë. Se cili projekt është ma i vlefshëm se tjetri. Ti përmendim vetëm këto dy të fundit, Reporting House dhe bunkerat. Po kemi edhe një projekt tjetër që jena të punu që është dhe vagonat e Bllacës. Po. Jemi ftu me jetën nga kryetari i komunës me këshyrë çka mundna me bo në Bllacë, se ato ekzistojnë lokomotiva dhe 3 vagonat. Mi po edhe 2 bunkera afër shkollës, të cilët ideja është me konvertu në hapësina për art. Dikon 420.000 njerëz kanë qenë pjesë e qëti me vend, se e kanë trajtu si e vend, që nuk është e vend. Ideja në është me konvertu vagonat në hapësina ekspozuse për galeri, që mund lirë materialet. Mi po qëllimi jam si kurator është shumë rëndësi me lidhë qëto projekte që jemi ka i bojna për turizm. Na du në pas pikat kryesore, pse marrë në Kosovë, pse më që me vizitu. Pse marrë në Prishtinë. Pse marrë në Prishtinë. Pse marrë në Prishtinë, nuk ka lumë, nuk ka najfar bjeshke, nuk ka najfar liqeni, ka ndërtesa pa lidhje, diçka duhet me pas Prishtina, pse me ardhë në Prishtinë? Unë zakonisht që basi informata që jem të lumtu gati ma shumë se 2 vjetë veç për turizm. Prishtinë po rrinë 2 maksimum. E kryeqytet është. Kjo është një brengë shumë e madhe. Mas shumë ti kanë nejtë kur ka qenë Sani Hilli, do me thonë, 4 net. Fix. Tash janë lojat mezetare që në 2030-ën, në qëfë se na nuk bojmë diçka për momentin me pas 2 vite të ashme, fizikisht minimum 4-5 galeria ose studiet hapën, çka do që të jetojna, atër kena pas shumë problema si du vetën çka përdojna. është problem shumë serios. Kryeqyteti duhet më shërby, që ta shta ma herët duhet më shërby në komunikim me komuna tjera, që me qenë me një vi krejt, me pas një narrativ njëjtë, ku të rritë me na gjojnë konceptet që duhet më pranu për komuna thona. Duhet më ofru. Gjenatat si dhe kanë 22 vjetet e naltë dhe në 35, duhet më dëgju shumë e vëmenje dhe duhet më marrë shumë seriozisht. Nuk ka gabim nartë. Mund mos më të pëlqy, po gabim nuk është. Është gabim kur se provon, kur se prodhon. Që është gabimi më i madh. Nuk është dështim projekti, kur heq. Mund mos më të pëlqy, jeta vazhdon. Kur gjysë bot, kërkon se myt. Po.
arkitekti mytika se ka po planifikim që kuzhinieri ndërtimtari, ndërtimtari se s'ka qit mjaft çimento. Por unë besoj që fokusi jonë do të më qenë në turizëm për ekonomi në Kosovë, do të më konë primare. Vetë si vjetë, është një numër shumë i madh që kanë ardhur me bo një estimate për logjistikë të infrastrukturës për luajtjet mesjetare. Përveç që benefiti është i madh për këtë Kosovën si shtet, por edhe ana ekonomike e industrisë, secilës industri që ekziston, duhet me pas, është në qendër vëmendjes. Mirë po, në sen që ka mësuar për manifestës, nuk po kena konsistencë. U bo në rregull është. Pa në dhe që ka 3 vite të dashme. 3 vite të dashme, të dushën pas një konsistencë 3 vite dhe 5 vite. Unë gjithmonë llogaritë 3 vite është një bachelor, 2 vite është një master. Dhe me këti ki një general që dush një përcjell, që dush mja qelu dhe mja punësit. Që kjo është qaja që po më pengon mas shumë të konsistenca. është po u kryu, vazhdojmë ku gjusë. Ide shumë e mirë që ta ligjeroni edhe punën e konsistencës. Po, prioritet të kena. Edhe kjo është një lloj arti për me mirëmbajt një gjë të... Po menaxhu. Po, absolutisht. Ne biseduam mjaft dhe unë kom harru krejt, kemi një loj SMS-i pazarar, dhe të SMS-i pazarar unë ta dërgoj ty një SMS, Po. Ti ja dërgon 5 miqve tu, nuk e shikon se çka të kom qu, edhe pastaj presim përgjigjet prej tyne. Dhe me kredim bank pa ditë heq. Pa tjetër. Bravo. Edhe pastaj i lexojmë, po para se me i lexojmë se çka ke dërguti. Ndërkohë, derisa unë t'ja dërgoj SMS-in Gazit dhe Gazit t'ja dërgoj 5 SMS-a 5 miqve të ti, ne ndjekim recetën e shefit. Jam Zekrio Baftia nga Hotel Emerald, shef i kuzhinës, për ndryshe dhe sot do të përgatitemi për emisionin në Nomaje të Gjuhës të Gjirit, një biftek të viqit qumshtit, me pire seleri, selino, karrot dhe asparagos. Sejft e marinojmë mishin. Ja hudhëm vojnë. Dhe e fërgoni, temperatura duhet me qenë në tet. Çdo herë është ma lehtë me punu me pajisje profesionale, të cilat i mund t'i gjeni edhe te Frigo Deluxi. Ne në Emeraldi kemi një shumë pajisje bashkëpunim të mirë me Frigo Deluxin dhe janë pajisje të cilat ja vlen për me punu. Janë shumë të shpejta, janë efikase dhe janë shumë profesionale. Do të lëmë të pjekur mesataresht, në mënë medium. Filloj me pjatimin e pjatës. Ja hudhëm të salcë dhe në plasë. Edhe salcën në Hotel Emerald dhe me glasin e marroni vetë. Nuk është me
Gjuhërës e diçka është i përgatitur prej fillimit deri në mbarim nga kuzhinierat në Hotel Emerald. Shkojmë në gatimin e mishit. Dekorojna pak me vaj të magdanozit. Kjo është pjata e përgatitur nga Hotel Emerald për emisionin e Muajit të Gjuhës në bashkëpunim me Xherin dhe keq gjithçka ke shumë e lehtë me pajisjet e Frigo Deluxe nga Zikria Baftia, shefi kuzhinës Hotel Emerald. Okej, kishim një pauzë të lezetshme me shefin në studio, ndërsa mesazhit të cilin Gazi u a ka dërguar 5 miqve të vet, tingllon kështu. Jo, para se të tingloj kështu, kujt ja ke dërgu? Njerëzve të mi, ne 5 veta që kështu Po, kontaktoj. emrat i dojmë. A po që të këshyre? Njerëzve të mi, kuku. Ditës, Benit Sufit, Arbrit, Mirandës, edhe Art Qibukçi që punon me mu, graphic designer. Okej, shumë bukur. Dhe kështu tingllon SMS-i. Allo, ndihmom, ka ardhur njoni me 3 thos me kompira. Edhe po ma bën duhesh me mi pikturu e me mi qit pikturat e kompirave në galeri. Se e kom po që ti pi reklamon e pi ndreq mirë, e nashta më shritën. Qka mi bo këti budolle? Nuk që ditën shumë, ty ka punë me gjithë kënë. Me që është pomfreta veç komperë. Ja, komper. Komper se po më priti shitët. Që kanë me shokirat pak, po nejse, mirë është. Për trante, super. Po nuk e di, a kanë me dalu që nuk është shkrimi ytë. Dita e dallon, sigur. Ja, zbesaj se qashtu kanë në qejtë do teksta kështu shumë random që dalin. Po. Shumë bukur. Tani presim përgjigjet e mirë, po. Ndërkohë derisa të na vinë përgjigjet, ne fillojmë me pesën kajmak. A ki hongër pesën kajmak të vushtres? Gjithë. Edhe une. A ti kona? Nuk u zënë me thonë jo që baba njëre. Pa, qashtë. Është ilegale. Cilat që baba janë ma të mirat në sheher, hajtë kalzam. Të na? Prishtinë. Prishtinë. Gjakova që është në Bregdilit. Po. Sarajeva këtu që keni jo. Po. Që të dy valla. Për mu, Veqa. po. E tarën, s'pe përmen tarëna. Tarën, konsistenca, ndryshon. Që ato desha me Që ato dalë, te Te konsistenca. konsistenca. Tara është që sa vjetë, Sarajeva që sa vjetë, dhe më thonë, Gjakova është që sa vjetë, konsistenca është gjithmonë e njëjtë. Se disa që baptore dalin, shymën. Po, te? Dalin, shymën. Edhe një sen tjetër, fulim pak për ushqim. Unë e marrë gjithmonë dy vena shambull që konsistenca gjithmonë e njëjtë. Që në industrinë e të ushqimit është shumë e vështirë. Njëna ke Tiffany's, s'ndryshon kur. O janë fantastik. Luli. Edhe Metro. Edhe Metroja. Te Metroja gjithmonë e gjenë të njëjtin sandviç që e ke S'ndryshon kur. E ke hongër para 15 vjetë. Nuk ndryshon. Te Tiffany's sallata njëjtë 12 muaj është pa kapshme. Qashtu. Njëjtë është 100%. Ani tash kanë fillu me i prodhu dhe do ajvarat mirë. Po, e kom provu. Fenomenal. Ju lumshin dur, fantastik i keni. Plus, çka e bën luli i Tiffanyt? Një samon me barishta në Brezovic. Okej. Wow! Kur të shkojmë bashkë në Brezovic, kom e të me hongër U kry. samon me barishta. Për ndryshe, tash fillojmë me pesën kajmak të Ben Apollonit.
Qa du të E bëgë merr këtë? një kavanoz, e përzgjedh një pyetje, ma jep mu kavanozin, Okej. vetë e lexon pyetjen edhe pastaj përgjigjesh. Cëllën do, po? Qelin dush. Ma jep kavanozin, po të përzihen kund, se Okej. janë 5 tema të caktume, janë 5 që e bapa. Ata ka ndodhë me thonë ndonjëherë piktura shumë e bukur, po nuk e kisha varë kur në dhomë. Beni, Benua, ky ka me spec. Wow, okej. Qa Atë do në ka botash? Po, qysh edhe gjithë ka me ndodhë. Nuk është veshtena për këtë botën, nuk është sen që... Më varë qysh është e, unë besoj që duhet me... është një shampë me marë Rasim Mërlakën, shokun Po. tonë. Është një për koleksionarët. Ajo është koleksionar fantastik. Mi po nuk e blen, se po do këtë bukur, e blen Për me ndihmu për me ndihmu përveç asajna dhe e ka kryu një farë koleksione që tash që është muzim vete. Rasimi ka koleksionin cilët mund të majtë një galeri për 3 vjetë minimum me program shumë fuqishëm. Po, Ku është arti modern. është. Edhe është investime, është i... Edhe është një gjë e mirë që Rasimi investon edhe tek artistët e rinj, do me thonë tek Po, po. studentët. Nuk heziton, ndonjëherë piktura dhe mundet mos me i pëlqy, por nuk heziton se e shen një të ardhme të aj Qartë, piktor, ose të aj grafist, ose është shumë i mirë për Edhe mu kryuesit të pëlqen artit. se shkojnë në për studia të atelejat të artistave të ri. Edhe pa më parasysh sa në zonë është, se për është të punua prejtë shumë maja. Edhe dedikimin që shikojnë unë se një kërkon tjetër në Kosovë, pas Shqipëri, që është qa që dedikum. Kështu që për Rasimin nuk është apo rrinë mirë ajo, edhe ka një farë kuratimin vete e që shë punimet, është shumë interesant. Këtu pak po e ndërprej muhabetin me Gazin dhe ndjekim recetën e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Unë sot ju të tregoj një recept që bashkë tash kur mora mishën e pulës më kujtu që moti si kemi bërë diçka me mish pulës. Është një recept jashtëzakonisht e mirë, e shpejt dhe nuk ka nevojë për shumë produkte me përgatitë dhe çysh shkon ajo e shohim në vim. Tash e merrni një copë mish të bardhë. Dhe e prejnë kështu në kocka. E bëjmë kështu. Në tigan e qëtë një ma shumë vaj, se fillimisht i fërgoni patatët. I merrni 2 deri në 3 patate, i qëroni mirë dhe i bani ashtu pak më të mëdha se sa për pomfrit. Pastaj merrni 2 speca të kuq ose një pak më të madh. Ju nevojitet edhe një domate. Tani patatët janë fërgu mjaft, janë skuq dhe i largojmë prej tiganit. Tani ullim pak temperaturën e shporetit dhe e vëni mishin të cilën e kemi prej ma herët. Ashtu e shushim pak krep. Pak piper të kuq. Dhe biber të zi.
Të i lojmë kështu pak në uskull deri një 5 deri në 7 minuta. Dhe atëre prim qepën. Dhe i lojmë tash të këto të fërgohen bashkaresht një 2 deri në 3 minuta. I shtojmë specin e kuq. Domatet. Dhe kështu në temperaturë të ullet, i lëmë të zihen bashkë 20 minuta. Tash pasi janë mishi me qep dhe me speca domate, mas janë fërgu mirë, atër ja kthejmë patatet dhe i përzim të gjitha bashkë. Dhe tonë, kjo recept që merë krejt dikon me pregaditja me krejt gjysore, heq ma shumë. Sa, tash mundën e mishtu e se donim pak magdanos. Unë nuk kom kështu të... nuk kom fresket, prandaj po e qas kështu të këta, sa me artë në aronë të mirë. Dhe kjo është e gachme. Tash mund të servon. Parmezan, sa do që kene dëshirë, ja që të ndi, dhe dreka është shërkashme. Shikus të ndëruar me këtë recetë të lehtë dhe të mirë për ju, unë ju përshëndes duke i ruar gjithë të mira. Surprise, ki pare bësh bank. A ku dëra bëj kare, po? Një grut keqe edhe 200.000 euro bësh. Kur të bëhet nesër? Piktor, profesor, dekan, kurator, cila punë e bën me qef, cilën nuk e ki qef të bësh, për cilën lavdrohesh, për të cilën ankohesh mas shumëti. Profesor, mas shumëti. Se... Qka, po i ki 3-4 pytje ti ka Po, shtru? unë e profesor e kam edu shumë. Po, okej, generatat e reja me i... Po, tjetër, po. Dhe kemi madhë. Me qef shumë nuk e bëj pikturën, mo. Njëm ka hezitoj shumë se... ka po bajer pak. Okej. Tjetër, qa ke? Për cilën lavdrohesh? Për cilën ti lavdrohesh? Profesor. Po më duket qashtu e ka shru? Po, cilën punë e bën me qef, cilën nuk e ke qef ta bësh. Okej. Pikturës, po kun qef. Jam veç të lumë të lexu kushë ma shumë. Cilën lavdrohet ma shumë për profesor. Ma shqeqare, se jam, po besoj që po kam dikën mirë në studenta. Shumë. Me cilën ankohesh mas shumë të në krejt. Po, se është normal të Po lodhësh. Po u lodha, bre. Na zdina mu lodhën e ti, se kuptojna. Se qa do që të lodhësh, ti prap ki me thonë, unë ka me që e pun pa kry. Po. E kjo është një farë emocioni interesant, se lidhësh apet, njallësh apet, tjeket lotet. Po, që ashtu, ty punu tjeket lotet. Po, që ashtu është. Ta kush e bën, ta kërse bën. Unë nuk një shumë njësë që bën këtë punë, qështu. Jo, edhe, a din qka është interesante të ti që ti e multitasking? Do të thotë mundesh me i bo 3-4 punë njëjtën kohë edhe nuk lodhesh. Nejse mu lodhemi këtë gjithë, po me gjithate nuk lodhesh, je i pa lodhshëm. A din sa me fat jena na që bujna punën që e dojna? Po. Ajo është luksi i jetës. Nuk ka ma mire që. Me bo punën që ti vetë je investu, ajo është 1 milion. Sa të ka mungu kjo në Londër ty? Shumë. Do të deportu në Londër është... Unë e kur si unë shkut për Kosovës, edhe
nuk e krahasoj kur valla ndodhen më mirë, nuk është. Pik. Janë dy bota ndryshme. Kontributin që jam të jap edhe para se më këty që kom qenë pjesë të ekspozitave, jam me fat, për një vetë me fat që jam një pjesë të kohës ku punët e mia kanë mu pa në tardhmen, që është shumë rëndësi. Unë e di edhe në Londër sa ke qenë, ti ke kuruar disa nga ekspozitat të Nina Weller Gallery. Po, Nora Weller Gallery, po. Po. Në të vërtet është Nina. A Nina, po? Nina. Okej. Po, Nora është... Kanë qenë fantastike ato ekspozita. Ajo është ma shpejt se na, ma përgut se na. Mi po fokusin e ka ma të sharp se na. Nora ka kuratu një ekspozit fenomenale, ka qenë si janë kandë, ku mbledh artista për këtë botës edhe shkojnë 50% shkoni shumës. Edhe kurimi e hapësinës u konë fenomenal. Edhe qash shpejt u realizu punime, të ardhën punime, se logistika, do të kuptu një sen, logistika e bartën e punime për jashtë shtetit është shumë problematike. Shumë problematike. Është legjë në vete që duhet me ditë shumë mirë, nuk është veç të hajtë e bini piktur që të vjepin, është tjetër sen është kajtë. Edhe me Norën më ka rekomandu të jetë gjara për Reporting House, për me qenë kurator. Me Norën prapë jena të punu, kam shoqet zemës, mojnë arrit bashkë, edhe Nora në ka njëftu, edhe me juve. Që Nora është kuratori i jetës sociale. Pra ndaj edhe nuk bën mos me përmend Norën. Jo, ta më puna. Me Norën folim shpesh edhe u mungon shumë Cambridge. Se e kena pas asi session sigur me juve qështu, edhe kena pirë, kena ngër të nditën. Ama, po më vjen mirë që si e mo atje je këtu. Po që mungon Cambridge. Unë e të kom marë prej Norës. U mungon familja Norës shumë edhe kena pas, shkeshëm përshna me bëjtë shumë plan dealën në shku edhe këtë që kena funë, që kena me hongër, e që kena me pi. Edhe Marku, bashkëshorti Norës, mara klinë sigarës, unë e kom mara një sigarës dhe po konë o bore, ka shërby, vesh me kesh. Kom perfekt. Shumë qef. E Norën e kom shumë për zemër. Shumë për zemër e kom edhe unë, edhe shpresojmë që ma shpesh do ta shohim Norën këtu në Kosovë. Do të me kthy ato për gjithë këtë, se s'pe kuptoj që të farë... Po dhe. Ja bënë e farë... Na dy. Po, qashtë, po. Të t'ja bënë diçka. Po, mi kthy Norën këtu. Kada ka dole, atë? Ka dole, ka i pije. Nora, doktoratura e Norës, për culture heritage, trashëgimi kulturore, është qaqet domosdoshme që duhet praktika e saj është fakultet në veti. Absolutisht. Që ka që është bërëndësi. Ti ke qenë në disa prej udhëtimeve që Nora i ka bo për cultural heritage, edhe e di që ke gjiru. Qashtë është, po. Të me thanë, bisedat e saja me... Intervistat, batajnit që kemi qenë bashkë. Po, krejt. Unë shumë të të marrë seriozisht që për eksperienca e Norës dhe puna e Norës duhet me qenë fakultet në veti, nuk o aty apo dënë asë për dënë. Se është në shkallim total i trashëgimisë kulturore, se të mësë historisë të që Nora spjega mas mirë të. Investimi Norës që ka bo vetën për trashëgimi kulturore është bukfalisht fakultet në veti, i cili duhet më akreditu qitash me njëherë, edhe është të të nëpon një elementi kryesor i historisë tonë. Faleminderit që po e thukte. Shumë të faleminderit që po e thukte. Një puq të madh për Norën, po pekthejmë. Pekthejmë është. Kena vendosur. Na kena vendosur, po na e dina, po. Na e di. Së më në ti që ata den. Radha është tani të ndjekim recetën e Rudit. Përshëndetje miq të dashur, si çdo të diel, edhe këtë diel do të përgatisim një recetë më interesante gjithmonë për juve dhe për neve që ta shijojmë këtu në studio, që spritojmë me i provu të gjitha recetat të cilat i përgatisim. Qumshtin e kemi përzir me sasi të ujit të njëjtë. Gjalpën do të vendosim
gjalpa derisa të shkrihet. Kësaj masës kur të vlon, do t'ja shtojmë sasinë e miellit. E përzim derisa të troshet masa mirë dhe e vendosim pastaj në enë. E lojmë që të ftofët 5 deri në 10 minuta, mundeni me vendosur në frigorifer apo në friz kudo që dëshironi, që të arrit temperaturën jo shumë e nxehtë, mirë po as e ftoftë e vakt. Dhe pastaj ja shtojmë vezët një nga një. Derisa të vlon qumshti me gjalpë dhe me ujë, fino jonë e dashur shpëtimi i çdo kuzhine. Letër përpjekje, dhe pas letrës përpjekje, që kanë kvalitetin fantastik, edhe produkte tjera janë me kvalitetin më të lartë, kështu që si folja alumini, si folja nailonit, të gjitha produktet i kanë fantastike. Ka fillu të vloj qumshti me sasin e gjalpës dhe të ujit. Fillimisht, para se t'ja shtoj mielin, unë ullin nxehtësinë, dhe tani ja shtojmë sasinë e miellit dhe e përzim derisa masa të troshet. Mujmë edhe me tel të turës, mos të bojmë ndonjë shar, dhe masën e kemi perfekt, e ndalim nxehtësinë. E vendosim në enën tonë këtu, derisa të ftofët masa, ne e vendosim enë për larje. Masën po e vendosim frigorifer, si të ftofët, pastaj vazhdojmë ja shtojmë sasinë e vezëve. Brumi është ftofur mjaftueshëm dhe fillojmë vezët i shtojmë fillimisht njërën dhe pastaj vezën tjetër. E përzim sasinë e parë. Dhe tani ja shtojmë edhe sasinë e vezës së dytë. E përzim derisa të bëhet masa homogjene. Brumin e kemi mjaftueshëm, të mirë, dhe tani e vendosim në qese, dhe pasi qeris dhe e vendosim në formë dhe në tepsi pastaj. Dhe sasinë e fundit e vendosim këtë formë. Miq të dashur, po e vendosim përpjekje në 170 gradë për 35 minuta. Pasi që të pjekët, do ta dekorojmë me kremë përsipër. Ëmbëlsira jonë është pjekur, e kemi kremën e vanilës, do i shtojmë pana dhe qumësht të cilat i kemi bërë së bashku këto, dhe me mikser i përzijejmë. Krema është e gatshme, është kremë e vanilës neutrale, që është shumë e mirë, shumë e shishme. Bora jonë, bukuroshja jonë që na është në kuzhinë. E vendosim në qese të pasti qeris kremën. Dhe i vendosim sipër ëmbëlsirës. Edhe kremën e kemi bo mjaftueshëm për 3 pjesë. E marrim në sasi qese kakaos. Edhe të një vendosim kështu sipër pak, edhe sa për dekor, edhe sa për shije. Kakaon e merrni të tiramisus, pasi që ka shije më të butë, edhe është më e shishme, nuk ju vjen e të ngoj. Që miq të dashur, një recetë shumë e lehtë, mirë po shumë e shishme që ja vlen provohet. Mirëbeqi, deri te ditën e ardhshme.
tani me pyetjen e tretë, pesën kajmak, ta shohim çka ka shkruar. Mos po del me marrë një qenën me vete. T'jupin një Jo, nuk bën. ka në gjë, ka qenushat lezetshëm sa të dush në shelter. Ata mundojnë më shumë. Po ne keni farë. Po deshti dhe deshti. Duhet ta kurosh një ekspozitë, por as ti vet nuk po e kupton autorin e as artin që ka krijuar. Çka bën? Shumë interesant. Si ishte pyetja? Duhet ta kurosh një ekspozitë, por as ti vet nuk po e kupton autorin e as artin që ka krijuar. Çka bën? Kjo është sfida më e mirë që mund më ndodh për një kurator. Praktikat në studio, eksperimentet, elementet që më përndohen për tulën, skulpturës e instalacion. Pëndoj një shembull me Agron Bllakëshorin që tash e kanë të bunkerat Olpian Art Center. Me Agronin kena punu në studio, ku nuk e kemi marrë skulpturën finale, po e kemi marrë procesin e punës, që më përdu me pas një trit, me pas një qase që duhet me eksperimentu, se pa eksperiment në artë, nuk ka kur gjë. Duhet me punu, duhet me prodhu. Edhe është kulturë e studios që edhe më mërko shumë. Edhe me Agronin kena punu në studio tina, e ka të rruga marrën feza afër meje, që ato nuk është largë, një atelier të vogël. Te kushusi atje? Po, po që atje. Edhe me Agronin vendosëm me punu në pakoletër. Pakoletër është ajo rjeta që punohet në fakultet me të nxjerrë ku bëm vizatimet. Edhe fillu me përmenuon, hajde të bojna, të konvertojna idenë e studios, kulturën e punës në studio, me pas si pjesë kryesore të ekspozitës. Pra, që është një qasjeve që duhet me menu si kurator, si artist, kurse një artist i cili është të punu dhe nuk din as vetë që përbën që është shumë normal, mi po ka prodhu. E kur s'ka kur gjë, që është problem. Kur ka punë është okej. Pozitive që ka prodhu? Pa tjetër. Pa prodhem nuk ka. Si në kuzhinë, e kam një ide, pa e ke maru jo, pësum. Që me bone? Pasuli i pozim, ama hahët. Të utem, për diçka ka bo. Dhe shumica më përvrejt edhe të gjanat të reja dhe kam një ide, po kur që s'bohet me provu. Se ajni maj keq që mund me ndohet është, mund të mos po të pëlqy. Po, shkojmë me pyetjen e 4. Te qebapi 4 tina. Po, te qebapi 4 t'ja kena nis mungika pak. Po? Qa ty? Sa i hante? 10. 10? Po dhe? Ku po t'hin bre t'i vogël? Jo, 10 se dhe do t'mi hongër, se është ma pak është veç... Veç gjuna? Për mashtran vetën. Pa ti me thonë, 5, për një me... 5 i ha une. Une i ha 5. Kjo është ilegale, nuk gëzëm. Ti 10, ilegale jetë vetë. Kur është ta bo një keq të menqëm, kash të dishëm, piktura, posi dekanit, pozita kuratorit, apo pozita profesorit. Në krejt këto, na i ke qitë poshtë se na kanë thonë gruaja. Ama, se s'po e kuptaj. Aso në heq. Kush të boni kaq të menqëm, kaq të dishëm, piktura, posti i dekanit, pozita e kuratorit, apo pozita e profesorit? Govdësh nish. Ne, krejt këto na i kanë qitë poshtë, se na kanë thonë gruja. Grujat pas ka të botë meqëm, po thojnë. Aha. Që kjo pas ka qenë poenta, se kuptova unë e që ka ta. Aso në heq, po nejtë. Apo përgjith qëto? E ka shkru. Hajde. Beni e ka shkru. Okej. Kush më bunit të meqëm? Unë mendoj që jeta si jetë, sfidat e jetës bojnë me koni gjënshëm. Mi po në qëse nuk i mësën sfidat atëherë keme metë shumë rapa. Mi po në qëse i kupton edhe menagjën, atëherë je shumë regull. Të unë kam shumë fatë se dita më përkra shumë. Pa më parasysh bëdlakijat mija ka njerë që i kam. Supportin që kam për ditës është, nuk di që është për mundët. Që është për mundët për të bajt. është punën e kam që ashtone. Ajo e një natyrën tënë dhe një karakterin tënë dhe ti je i hapun, je ekstrovert, edhe të ka pranu si t'il edhe unë mendoj që jeni një qift fantastik, e plotësoni njëri tjetrin. Më në besoj që ashtu. Ajo është pak më e mbyllur dhe ti, do me thonë, komponoheni shumë bukur. Po nuk do të thotë që dita t'ka botë mendshëm. Jo, dita më ka këshillu shumë, sidomos ka unë kur filloj me shkrujt
i rishikon edhe njëherë, se që ka nërë qatë menon që shkërun dalin pak më ndryshe, dhe pjesa e kuratimit është këgja përgjithësia e madhe, sidomos kur mirësh me temat si që është reportin ose se projekti i Bllacës, sa do mirë që e ke bo prap nuk është mirë. Se narrativa e meriton ma shumë, se është një histori shumë e madhe, nuk mundesh me përmbyllë një ekspozit, a do konë kontinuitet, e cila historia veç historia mund me dëshmu. Edhe këto është që Nora, për shembull, në këtë rast me trashëgimi kulturore, që prap po them është fakultet veti që duhet me hime në sistem, mu përkra automatikisht pa kërku kur gjofin. Kështu që po që aja është komunikimi jam, me thonë, unë ka po të meqëm është përkraja, që është unconditional. Unconditional. Që është E pa kusht. E pa kusht, po. Shumë bukur. Ta shohim se çfarë recete sot na sjell Mama Deus. Përshëndetje miq të dashur. Deri tash në emisionin Maja e Gjuhës besoj keni pa boll gjëra, edhe receta, edhe biseda, edhe tana të mirat, po këtë langun vitaminoz që ko me përgatitone ende nuk e keni pa, e te keni me pa edhe qëndroni me ne, sepse është me të vërtet një prej recetave që i themi super, super recet. Pse? Për shkak se ky lang ndihmon në shërimin e anemis, apo lufton anemin. Ndihmon në sistemin e tretjes, për ata që vuajnë nga kapslloku. Kemi shumë fëmijë, unë në rrethin ku jetoj, se cila familje nga një fëmijë ka që vuan nga kapslloku. Ky lëng mund t'ju jepet edhe fëmijëve e posaçërisht atyre pra që kanë probleme të tretjes. Gjithashtu përmirëson lëkurën për nënat dhe baballarët që dojnë të kujdesen edhe për veten, e forcon imunitetin, jep energji, edhe rekomandohet me pi në tesull çdo mëngjes për maksimumi 3 muaj rasht. Por muajin e parë do ta vreni ndryshimin në organizmin tuaj nëse e provoni. Unë vetë kam provuar, me vite e vite kemi që e bëjmë familjen tonë dhe prindët e mi e kam bërë për mua kur kam qenë e vogël, edhe tash unë e bëj për fëmijët e mi edhe për veten. Gjithmonë ka efekt përdorja apo konsumimi i këtij lëngu. Është shumë e thjesht, ma e thjesht nuk ka, veç e bleni gjuserin, është me rëndësi do me thonë veç gjuserin me pas, apo këtë makinën për përgatitjen e lëngjeve. Unë për veti e kam blenë si vegeta, edhe këtu në studio e kemi të si vegetës. Si vegeta është rrugës për Pushë Kosovë, e gjeni edhe në rrjetet sociale gjithkuve që shkruni si vegeta edhe me një herë ju del. Më pëlqej ky gjuser për shkak që është i lehtë edhe në pastrim, unë e kam të tillë në shtëpi, është shumë i lehtë në pastrim, edhe në momentin që e përgatit lëngun, vetëm ujin ja lëshon edhe ajo me njëherë largohen pjesët e mbetura të pemëve apo perimeve, edhe nuk ka nevojë për pastrim më të thellë, vetëm ja lëshon njëherë ujin. Për ndryshe, nuk po ju lodhi më shumë me fjalë, veç keni me mpatu e bo edhe me përgatit edhe ju me njëherë lëngun për imunitet. Pak të ndihmoj vetën me salvetat e borës, pak t'i pastroj duart. Veç edhe 2 këshilla i kam për ju sa i përket këtij lëngu. Repën e kuqe, gjithmonë duheni me zgjedh sa më e vogël edhe sa më e fortë që është. Sepse me këto veti tregon që repa është e njom, shijen e ka shumë të freskët, shumë të mirë, edhe nuk e ka atë shijen e dheut që shumicës ju pengon, e që është shija e shumicës prej perimeve që janë rënjë.
sikur repa e kuqe. Gjithashtu, njëjti numër që e keni të repave, i njëjti numër duhet jetë i mollëve edhe i karotëve. Do të thotë nëse i merrni 2 repa, 2 mollë, 2 karotë. 1 kilogram repa, 1 kilogram mollë, 1 kilogram karotë. Për përdorim tek fëmijët, mundeni me pa që unë edhe për këtë arsye i lash 2 copa mollë ndaras, se harova m'ju tregu ma herët, mollën zakonisht në recetën e këtij lëngu thuhet mollën e gjelbërt. Unë nuk e përdori mollën e gjelbërt kur e përgatis në shtëpinë time, për shkak se është më e thartë. Këto molla që janë e përzier, e kuqe, me të bardhë, me të gjelbërt, me të verdhë, janë më të ëmbla, prandaj është edhe më e pranueshme për fëmijët që ta përdorni në këtë lëng. Përndryshe vajzat e mia e pinë këtë lëng pa problem, për shkak se i kam mësuar qysh në vegjëli, edhe tash nuk bëjnë asnjëherë problem. Madje ju duket edhe shumë i mirë. Me proporcionin unë që e kam zgjedh 2 repa të vogla, 2 karota dhe 2 mollë mesatare, na dalën 2 gota, rreth 2 gota plot me lëng. Tash ju e dini për familjen tuaj në çfarë proporcioni ta përzgjedhni. Atëherë, shikues dashur, me këtë recet, me këtë super recet, me këtë super lëng, po ju dëshiroj gjithmonë shëndet, se edhe për këtë qëllim ju tregova recetën për të pasur shëndet. Çdo të mirë në jetë, e ne shihemi të dielën tjetër. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Para se të shkojmë tek pyetja e fundit, atë ka ardhur ndonjë mesazh, ndonjë përgjigje në pyetjen fantastike për kompira? Atë kanë ardhur? Po. Na thuaj kush ta ka qu dhe çka Arti po kesh, edhe po thet what po një me a. Okej. Beni Cufesh fotograf, ha deka. Qika Dajës Miranda Haxhiu, që është avokate, thuj më falë s'mu e me ti ndemu. Seriozisht e ka bërë? Po shumë seriozisht, isha valla të shiten. Edhe më ramë të alo s'ka këty, dita s'ka këty alo. Okej, dita a din që je në emision të unë edhe... Edhe jes, dijet, po shumë interesant. Isha valla të shiten. Shumë bukur. Do me thonë, nuk muj me të ndihmu, isha valla të shiten. Kjo është tamam e avokatëve. Tamam avokate. Ding, për insanet vazhdojmë, qashtus. Faleminderit shumë për përgjigjet që të treve, ndërsa tani e kemi pyetjen e fundit. Hajde të fundit. Hajde ta shohim. Dhe ti marrun këto syzat këtu. Ta shike shkon me juve? Po, me të gjitha. Hajde. Kër një studenti nuk ja rrok heq, a i thua me të but ecë prej shpije se nuk je për këto, apo e len me kryu fakultete me dal nesër një artist i dështuar, plot pejzëm, pse njerëzit nuk po e kuptojnë artin e tij. Jo, na nuk i thuajna studentav, miron qëto? Po. Nuk i thuajna studenta nuk po din kurrë se nuk ekziston ajo. Na punojmë shumë me studenta, mirë po punojmë anën logjikës së pare, me kuptu çka po dojna me bë. Për marrë një shembull, mediumi i përzirë, Nix Media. Kemi si lojmë ku e ngacmojmë sanët bazike. E marrëm 3-4 elemente që i gjena, që me përnu pikur gjovet, basically, bjen, edhe mi lidhë njëna me tjetën, me kërru një narrativ. Që aty fillojna me kuptu ku jena. Kjo është pjesë e mesit parë. Deri që tash, ka studenta që e lojnë normal, se dykëra nuk i përshtatët, ndodhë, si këtë botë, nuk është kur gjë tragjike ajo. Mirë po, gjatë semestrit dytë na veç e dina ku jena si staf akademik edhe si studenta. Se anë më i mirë në këtë rast është, inkuadrimi stafit tonë është, se cili ka një 20 vjetë eksperiencë në artë, edhe i na kompozit njëjtë. Kena pas një farë konfidencet të prume, kena menu që po dina, kena menu që kena bo më të mirën, kërse ka bo. Se eksistar e punë. Mi po qasjen me nxjerr pi diçkafit është shumë reale. Se veç është prodhu, prapë. Kur s'ka prodhim, që aty është dështimi më i madh.
Se kur prodhohet diçka në rregull jena, se puna bjen punën art, si çdo sa në botë, edhe çaja është benefiti më i madh. Edhe për ndonjëherë për kuantitetit del kualiteti, se nuk, sidomos në botën e re, do të thotë, tek fëmijët, tek të rinjt, gjithmonë duhet m'ia dhanë shansën se kur nuk e din. Feks. Se mund të dështoj herën e parë, mund të dështoj herën e dytë, po herën e tretë, në rast se ka talent, ka me hecë. Edhe në industrinë tonë është këtë rast sidomos të rinjtë e reja, puna reflekton shumë, ka një peshë shumë të madhe se talenti, se është gjinshmëria shumë, qasja në treg. Është industri shumë brutale. Refuzimet mund me qenë që të rona, po do të një përjetu shumë me mënyrë pozitive, po jo më dëshpëru, se ndodhin të sene. Galerijat komerciale kanë pas një krizë shumë të madhe prej luftës kur ka fillu në Ukrainë, edhe nuk nalet, pa më parasysh, arti nuk nalet, ke vesh shërben se dëshmitar, i një kohë saktume, kur prodhon diçka që ma atë men, ama nuk dështimi më i madh është nëse nuk prodhohet shumë thjesht. Nuk po lypët me pas të studia të madhe, nuk i arsyetim mos me punu sot, sidomos Kosovë, se kretë të natë mirat janë. Nuk ka kush arsyetimi mos me prodhu. Faleminderit, shumë e bukur kjo me përfundu komplet muhabetin, po ne nuk e kemi përfundu. Kemi përfundu pyetje përgjigje, po se kemi përfundu muhabetin. Këtu e kam një fletore në majtë gjuhës, edhe gaz. Këtu miqtë e mi të cilët vinë mysafir, i shkruajnë ka 2-3 fjali lidhur me emisionin, si janë ndjerë, çka po mendojnë për emisionin, çu e kanë kalu. Do të thotë, ma shkruaj edhe ti, do të ma lexosh pasi që ta shkruash dhe do të nënshkruash dhe do ta shkruash datën. Për shkak se të gjitha do të botohen pastaj në rrjetet sociale të emisionit dhe do ta kesh edhe ti shkrimin tënd aty. Zia kupton shkrimin tëm, sikur receptat e doktorit janë. S'ka lidhje. Paracet, diklofen. 2 ditë kanë një në rregullina. Qashtu. A kreve? Po. A të lexoj? Po, lexo. Hajde. Për këtë emision, si gjithë, Gjeri nuk pranon me qenë pa disponim, sepse Gjeri gjithmonë qasin e ka nivelin të kulturës familjare, që na bën gjithmonë welcome. Faleminderit shumë bukur e ke shkru. 6 euro. 6 euro? Po. Me të një shumë. Shkruaj edhe pak 10 ti jap. Mos më do kusurën. Me ti dhon 10 duhesh me mi kthy 4. Faleminderit shumë Gjeri. Shumë faleminderit Gazi. Shumë faleminderit për kohën që e ke nda për ne, se unë e di kohën si e ke hektike, zati Hurricane të thras. Unë personalisht të thrash Hurricane se është sikur ato twisterat, sikur ato tornadot, edhe çka do që e merë si tornado, çdo punë që e bën. Të faleminderit shumë për përgjigje, të faleminderit shumë për mendimet e tua të thukta dhe në fund një pyetje thjesht. Shumë e thjesht. A e din pse të kemi thirrë në majët gjuhës? Pse të ka thirrë shoqja jote në majët gjuhës? Përveç që jena shoshni, kuzhinën e kena pasion dytë, shoshnin e kena njëjtë, nuk asë njona. Nuk është, okej. Po, din me bo mirë me hangër, din me hangër mirë. Koktelat ma të mirë ever që i ka bo dikush për mu, je ti. Do me thonë, je fantastik në muhabet, 2 orë me ty si 2 sekonda na duken. Mirë, por në të vërtet, unë të kom thirë në emision, pse lexo qëto. Ju kemi në majët gjuhës se jeni shembull për të mirë. Se je shembull në Kasnak, se je shembull për të mirë, që kjo është krijimi jemi, by the way. Bravo, nice, faleminderit shumë. Kjo është dhuratë për ty, është kujtim që ta mbash për emisionit ton. Perfekt. Çfarë do shme në shku njëri?
Pa i kishe vetë kjo është të shkrim. Apo në shkru? S'muj me në shkru s'dijan, a muj me në shkru me këta? Po. Qysh ma kujtoj edhe në shkrimin. Ta është bod një koleksion i jote, apëshe? Perfekt. Adull, me që vula? Shumë nice. Falenderit. Je shembull për të mirë për krejt punën që e ke pa, jo vetëm në UBT, si profesor, dhe projektet e reja që i ke inicu aty, por edhe për punën si piktor, për punën si kurator, unë të njoh qysh në kohën kur jetu në Londër, por edhe këtu punën që jetu e ba, fundit, jo vetëm unë si mike, por të gjithë adhuruesit e artit të kanë majet gjuhës sa herë flitet për diçka të bukur që është realizu. Mos të flas vetëm edhe për Paper Gallery, që aty i ke marrë ato... Qashtu shpo. Kur ke ardhë në Prishtinë ato hapat e parë që i ke ba dhe njërës, kush o Gaze Jupi, tash mo me Reporting House, me bunkerat, por edhe me vagonat shpresoj që do t'jetë i nivelit njëjtë edhe projekt fantastik, gjë që nuk e dyshoj fare. Faleminderit shumë. U kënaqja. Edhe une me ty, ndërsa miqt të nderuar, ju punën e Gazit mund ta ndiqni në Reporting House, mbetëm pa e përmend një gjë që e ma tha Gazi jashta kamerave, a bën me e përmend për fund. Punën e komplet ndërtesës ish shtëpisë së Mallrave, që keni apliku. Po, Komuna e Prishtinës na ka parruar për një kohë të shkurtër me shfrytëzu hapësinën në katin e parë. Në gjendje që kur e kemi fillu me kurrua dhe me realizu ekspozitën, na ka bëjë koqa një kohë mu hjek se në mrena, se ka qenë një kallë shumë i madhë. Tash që ka ndodhë me atë objekt është planifikim Kengo Kumës që ka bo një projekt që do shëndrohet në galeri. Tash është galeri, është muze, nuk e di, se nuk ka kush njëherë publike që është themelu, që është caktu. A do të jem aty alo, nuk e di. Që kjo është që aja që pëndodhë ngërmi për momentin. Po shpresojnë që do tjetë aty, se është historia jonë. Okej. Miqtë të nderuar, ne këtu përshëndetemi, këtë ftyrën do ta shihni javën që vjen, ndërsa punën e Gazit mund ta shihni te Reporting House, mund ta shihni te bunkerat e të shpresojmë që edhe te vagonat e Bllacës. Mirupafshim.